Nit. Drejtori i organizatës Germen Lirim Grasniqi është me ne në studio për diskutuar lidhur me pjesëmarrjen e diasporës në zgjedhjet e 20 dhjetorit. Do të flasim në veçanti lidhur me nisjen e procesit të votimit përmes postës dhe gjithashtu pjesëmarrjen, rëndësinë e pjesëmarrjes së diasporës në këto zgjedhje dhe për plasat e betejat e partive politike që i kemi parë kohëve të fundit lidhur me votën e diasporës. Atëherë Lirim, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit shumë. Lirim, e kemi parë që sot zhvillimet e fundit tregojnë që KQZ-ja ka dështuar ta nisë procesin e votimit, dërgimit të votimeve për shtetasit të cilët janë regjistruar për votuar përmes postër. Cili mund të jetë ndikimi ose si është këtë organizimin, dështimin e KQZ-s për ta adresuar këtë çështje? Po, fillimisht KQZ-ja për herë të parë ka filluar me këtë metodë, domethënë të dërgimit të gjitha pakove me flet votime në zgjedhjet lokale të kaluara. Dhe ai proces ka shkuar shumë mirë, por ne ishim në zgjedhje të rregullta ku afatet ishin të rregullta, kishim më shumë kohë për përgatitje. Tash duke qenë se jemi në zgjedhjet parakohshme, afatet janë shumë të shkurtra dhe si duket që i gjithë ky planifikimi i KQZ-s shkon me vonesa, me zvarritje, me probleme të tilla. Ky problem do të shkaktoj vonesa edhe mund të shkaktoj që një pjesë e bashkëdhetarëve që janë regjistruar për votim përmes postës të mos mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre, sepse nëse ata nuk i pranojnë materialet zgjedhore në kohë, automatikisht kjo kohë shkurtohet dhe ata do të kenë shumë më pak kohë pastaj për t'i plotësuar flet votimet dhe për t'i kthyer përmes këtij procesi postar. Kështu që do të ndikoj negativisht edhe rastin më të keq. Mund ta prek rezultatin e procesit, marr parasysh numrin e madh të shtetasëve të Kosovës që janë regjistruar për të votuar përmes postës, sepse pjesa më e madhe mbi 77.000 ishin që janë regjistruar, por mbi 57.000 përmes postës, apo jo, ka një shifër të madhe. E vërtet, shumica janë të regjistruar për votim përmes postës dhe kjo mund të ndikojë që ata të mos mund të votojnë. Edhe kjo është problem i madh, sepse kjo pamundësi për të votuar nuk po vjen prej shkaktarëve të tjerë që lidhen me votuesit, po vjen për shkak të problemeve që i ka KQZ-ja në planifikim. Dhe marr parasysh që ka pasur kritika për herën e kaluar se si është organizuar kjo çështja postës, a ka mundur diaspora të votojë përmes ndonjë forme tjetër dhe të evitohet kjo me postë, apo kjo është forma më e mirë dhe më e sigurt ndoshta? Po tani, votimi përmes postës është më i preferuar sepse është më i lehtë. Edhe sidomos fakti që mund të votosh duke dërguar postën në vendin ku jeton, në kutitë postare që KQZ-ja i hap jashtë vendit, e bën shumë të thjeshtë sepse zarfi me materialet zgjedhore të vjen në shtëpi ose në adresën ku je regjistruar. Edhe kjo nuk kërkon ndonjë përpjekje shumë të madhe, prandaj është forma më e preferuar e votimit. Ndërkohë që më pak e preferuar është votimi fizik në misionet diplomatike ose në qendrat zgjedhore që hapen në misionet diplomatike, sepse ajo kërkon një përpjekje më të madhe, duhet me dalë prej shtëpisë, në disa raste me udhëtu 100 kilometra për me shku në qendrën zgjedhore që është në misionin më të afërt diplomatik, prandaj aty ka më pak regjistrime, sepse është një përpjekje. Konsideron që kjo është ndoshta edhe arsyeja pse diaspora ka zgjedhur formën e votimit përmes postës për shkak mos qasjes në ambasada dhe konsullata? Për shkak të distancave me misionet diplomatike, sepse në shtete të mëdha, për shembull, është shumë e vështirë që të shkosh të votosh në një qendër ose misionin diplomatik që mund të jetë me 100 kilometra larg. Disa e bëjnë një gjë të tillë, po shumica nuk e bëjnë. Prandaj edhe votimi me postë është më i preferuar, po veçantia e këtyre zgjedhjeve është që ne mendojmë që do të ketë shumë ardhje të bashkëdhetarëve në Kosovë për të votuar. Edhe njëra prej arsyeve pse ka më pak të regjistruar për votim nga jashtë në krahasim me shkurtin e këtij viti është për shkak se jemi në një periudhë festash, edhe një periudhë pushimesh ku diaspora pavarësisht zgjedhjeve vjen në Kosovë. Edhe mendoj që një numër shumë i madh bashkëdhetarëve do ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në Kosovë me 28 dhjetor. Po, ndërkohë si e ke parë organizimin në për ambasada dhe konsullata, përmendet që ka shumë shtetëror shtetas që nuk i kanë afër këto, ka pasur një kërkesë brenda KQZ-s që të shtohet numri i vendvotime, por që u refuzua dhe pati një debat, një përplasje mes partive për këtë çështje. A ka pasur nevojë që vendet caktuara ku ka më shumë shtetas Kosovës të shtohen këtu, apo si e shet diaspora? Kjo është një temë problematike dhe mendoj që nga të dyja palët me cilat kanë pas përplasje në këtë temë nuk e kanë shtjelluar siç duhet. Fillimisht nëse i referohemi zgjedhjeve të kaluara, votimi fizik në misionet diplomatike nuk ka qenë më i preferuari dhe asnjë nga qendrat zgjedhore në misionet diplomatike nuk e kanë plotësuar numrin e personave të regjistruar për votim.
Pra, nuk është kjo forma e regjistrimit, forma e votimit e cila ka pas masivitet aq të madh, sa që të kërkohen qendra alternative. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që kërkesa nuk ka qenë e arsyetuar duke pas për bazë kërkesën e votuesve. Në anën tjetër, mendoj që nëse ka kërkesë të madhe të votuesve për votim fizik, një gjë e tillë mund të realizohet. Praktika ndërkombëtare thotë që shtetet të ndryshme, mbi 50 shtete faktikisht e kanë organizuar një proces të tillë, mirë por nevojitet një planifikim i rregullt edhe në kohë, sepse në rastet e caktuara kërkon edhe autorizimet të shteteve pritse. Për shkak se hapja në qendrat votimit implikon edhe çështje të sigurisë së atij vend votimi, asaj qendre votimi dhe nevojitet koordinim me autoritetet lokale, diçka që në rrethonat e zgjedhjeve të parakohshme është vështirë e arritshme për shkak të afateve kohore. KQZ-ja nuk po mund të dërgoj materiale zgjedhore me postë në kohë e lere më të organizoj një proces zgjedhor votimi jashtë misioneve diplomatike në një kohë shumë të kufizuar. Prandaj, në njërin anë, kërkesa nuk ka qenë besoj e bazuar në kërkesën e votuesve për qendra alternative, dhe në anën tjetër nuk është trajtuar edhe aq mirë si temë, po është bërë një temë për përplasje mes partive politike që në fakt nuk i shërben votimit të diasporës, sepse temat të tilla janë më shumë të karakterit teknik edhe operacional, se sa të karakterit politik. Po, dhe po dështon nëse mund themi KQZ-ja në organizimin e procesit zgjedhor në diasporë marr parasysh këto pengesat, këto problemet edhe këtë diskursin e ashpër për diasporën, ndërkohë në anë tjetër çështjet nuk po zgjidhen për ta adresuar më lehtë çastjen e votës së diasporës. Jo, unë mendoj nuk po dështon KQZ-ja, edhe në këto rrethana, domethënë mundësitë janë shumë të mëdha që diaspora të votojë. Asnjëherë nuk ka pas më shumë mundësi ose forma të votimit për diasporën për të votuar. Është votimi me postë në Kosovë, votimi me postë në vendin rezident, edhe votimi fizik në misione diplomatike. Edhe KQZ-ja e ka të lehtë ta parashikoj këtë proces sepse e di numrin e saktë të votuesve të regjistruar nga procesi i regjistrimit. Dhe kjo i jep një lloj fleksibiliteti që të organizohet më mirë. Mirë, por në rrethonat e zgjedhjeve të parakohshme, kur afatet janë të shkurtra, bëhet pak problematike për shkak që KQZ-ja duhet të shtojë resurset e saj njerëzore në momentet e fundit, e shpeshherë edhe ad hoc. Prandaj nuk do thoja që do të ketë probleme që do ta cënonin procesin. Në rastin më të keq, mund t'i mohohet ose po them mund t'i pamundsohet e drejta e votës atyre që janë regjistruar me postë. Mirë po edhe kjo mbetet të shihet sipas ecurisë së këtij procesi. Po, e përmendë lirim që numri më i madh i diasporës do të jetë ndoshta për të votuar këtu në Kosovë fizikisht, duke që viteve të fundit është rritur interesimi i diasporës për të marrë pjesë në zgjedhje, që çka tregon kjo, që diaspora është interesuar në vendimarrje brenda Kosovës apo çfarë? Diaspora është e interesuar dhe është e lidhur me Kosovën jashtëzakonisht shumë. Ne jemi ndoshta shteti vetëm ose një nga shtetet në rajon i cili kemi angazhimin më të madh të diasporës, sepse diaspora jonë është e lidhur jashtëzakonisht shumë me origjinën për arsye familjare, shoqërore, e kohëve të fundit edhe biznesore, dhe në këtë drejtim interesi i diasporës për Kosovën nuk ka munguar asnjëherë. Mirë po, interesi për të marrë pjesë në zgjedhje është rritur kohëve të fundit, edhe për shkak të aktivizimit të partive politike me aktivitetin e tyre në diasporë. Përderisa deri para pak vitesh ka qenë vetëm lëvizja vetëvendosje, e cila ka qenë aktivisht e organizuar në diasporë, duke filluar nga viti 2021, edhe partitë e tjera e shohin me potencial jashtëzakonisht të madh elektoral diasporën, sepse tentojnë të përfitojnë mbështetje prej tyre. Dhe kjo është faktikisht shpjegimi pse ne kemi më shumë angazhim të diasporës dhe më shumë votim të diasporës. Partitë politike e shohin si interes edhe si një pool ose bazen të madh të votave dhe prandaj janë më aktive sa i përket angazhimit politik të diasporës edhe pjesëmarrjes politike. Dhe po besoj që ke parë debatet që bizotrojnë këto javë të fundit, kryesisht është përplasja për votën e diasporës. Si sheh këto përplasje, pse kjo betejë e partive politike për votën e diasporës, a e konsideron që është më lehtë e manipulueshme, sepse shpesh është thënë që vota e diasporës marr parasysh që jetojnë larg vendit, ndoshta nuk i njohin rrethanat dhe realitetin ashtu siç e shohin qytetarët, to mund të jetë më lehtë e manipulueshme dhe kush humbe, kush fiton prej partive
A ka një kalkulim me këtë përplasjen për diasporën? Unë mendoj që kjo përplasje, si që thash, është interes i partive dhe është e ngjashme edhe me përplasje që bëhen në Kosovë. Pra partitë synojnë ta maksimizojnë votën e tyre. Kur vjen punat e diaspora, kemi një parti që zakonisht ka marrë shumicën ndërmuese të përkrahjes, që është Lëvizja Vetëvendosje. Edhe në këtë rast, shpesher ka pas edhe kundërshtime karshit të drejtës së votës, nga disa aktorë të tjerë politik, jo për shkak se ata besonin në kufizimin e të drejtës, por për shkak se ato vota i merrte një parti e caktuar politike. Edhe në momentin që ky debat është tjerur, dhe ka pas një ndryshim të ligjit për zgjedhje në vitin 2023, kur është shtuar edhe mundësia e votimit në misione diplomatike, por edhe e postës në vendin rezident, atëherë të gjitha janë pajtuar në një lloj mënyre që e drejta e votës së diasporës është e padiskutueshme. Dhe me qenë se është e padiskutueshme, hajde tash mundohemi ta marrim atë votë sa më shumë që është e mundur. Por gjithsesi unë mendoj që diaspora është me rëndësi të marrë pjesë në proceset politike në Kosovë, jo për ta ndikuar fituesin e zgjedhjeve, por më shumë për të qenë lidhur edhe përmes një mjeti tjetër, ose për të qenë përfshirë në proceset politikbërëse. Të gjitha praktikat e tjera të vendeve të tjera tregojnë që pjesëmarrja politike i bën të barabartë dhe i bën të përfshirë ata njerëz. Dhe si rrjedhoj, ata janë më të prirur të angazhohen edhe në procese tjera ekonomike, sociale e kështu me radhë. Dhe ne nuk e kemi luksin si një shtet me një popullsi shumë të vogël të përjashtojmë pothuajse gjysmën e popullsisë e cila është jashtë nga proceset politikbërëse edhe vendimarrëse. Dhe a konsideron që diaspora deri në një farë funë mund të jetë përcaktuese ndonjë rezultati, sepse në zgjedhjet lokale ne pam që një komunë i varej disa vota edhe për shkak të numërimit të diasporës, nëse më kujtohet ishte Vitia apo jo. A është si përcaktuese apo në nivel lokal është më vendimtare sepse numri, dallimi i kandidatëve në vota është shumë i vogël. Në nivel kombëtar unë mendoj që nuk është edhe aq përcaktuese sepse diaspora asnjëherë nuk ka votuar më ndryshe se sa qytetarët rezident Kosovës përjashtimisht zgjedhjeve para vitit 2019, po edhe atëherë numrat e votimit të diasporës kanë qenë të vegjël. Nëse diaspora ta zëm zgjedhjet e kaluara i ka dhënë mbështetje Lëvizjes Vetëvendosje për 55% ose 60%, të njëjtën mbështetje Vetëvendosjes ja ka dhënë edhe qytetarët e Prishtinës. Kështu që nuk është se diaspora ka votuar diametralisht kundër ose ndryshe prej votuesve që janë në Kosovë. Prandaj nuk e shoh si vendimtare në përcaktimin e fituesit, por mund të jetë vendimtare në kandidatë të caktuar brenda partive politike, gjë që e kemi parë edhe në zgjedhjet e shkurtit, kur me votat e diasporës brenda subjekteve politike ka ndryshuar renditja e kandidatëve më të votuar. Në këtë drejtim mund ta ketë të njëjtin ndikim sërish, por sa i përket garës mes partive nuk do t'jetë diaspora ajo që do t'a vendos rezultatin përvendimtar, edhe pse ndikimi i saj është real. Vetëm me votat me post, ose votat nga jashtë, diaspora përbën dikur rreth 7-8% të trupit total elektoral. Nëse e marrim parasysh edhe numrin e bashkëdhetarëve që do të votojnë në Kosovë, kjo përqindje mund ta kalojë 10%, që i bie diaspora i zgjedh. Sa do të jetë numri bashkëdhetarëve? Kemi të dhëna që mund të arrijnë Kosovë për të votuar fizikisht? Kjo është vështirë e matshme. Ka pas vetëm një exit poll në zgjedhjet e kaluara, i cili i ka pyetur votuesit nëse janë nga diaspora ose jo. Dhe prej të anketuarve, diku rreth 7 ose 8% kanë deklaruar që janë nga diaspora që kanë ardhur me votu në Kosovë, po edhe kjo nuk është një matje shumë e saktë, sepse domethënë respondentët janë shumë të rastësishëm, nuk është se merren parasysh të dhënat e bashkëdhetarëve që vinë. Është shumë vështirë me e mat sa persona kanë votuar nga diaspora në Kosovë, por që kësaj radhe besoj do të jetë numër më i madh se sa zgjedhjet e kaluara për shkak të kohës kur po mbahen zgjedhjet, që është periudhë pushimesh edhe shumica e bashkëdhetarëve vinë në Kosovë tek familjarët e tyre. Po, dhe a kemi afërsisht të dhëna lirim sa deputet zgjidhen brenda një kuvendi me votën e diasporës? A është bërë ndonjë një kalkulim? Nëse i referohemi, ne kemi bërë raporte për këtë punë, nëse i referohemi vetëm votave nga jashtë, i bie diku 8 deri në 10 deputet janë të zgjedhur nga votat e diasporës. Por kjo është vetëm me votat nga jashtë, dhe jo votat e atyre që vinë dhe votojnë në Kosovë. Që prapë është një numër relativisht i madh.
dhe tregon që ka efekt real nga vota e diasporës. Dhe orientimi diasporës për të votuar tani, konsideroni që do të vazhdoj të jetë i njëjtë dhe si e sheh pak diaspora këtë blokadën edhe mungesën e konsensusit politik gjatë këtij viti për të formuar institucione, për cilit kanë ose cila është pasqyra që jep diaspora për këtë situatën? Po, unë nuk mund të spekuloj në këtë drejtim, por mund të them që në natyrën e sjelljes votuese të diasporës kanë më shumë peshë temat nacionale. Edhe përderisa ne debatin politik në Kosovë kemi të orientuar kryesisht karshi këtyre temave, siç është raporti me Serbinë, siguria dhe mbrojtja, marrëdhëniet ndërkombëtare e kështu me radhë, atëherë diaspora mund të jetë më e thirrur të votojë. Sepse për bashkëdhetarët ose për qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës, ajo piktura e përgjithshme është pasqyra e tyre për Kosovën dhe nuk kanë shumë informacion ndoshta për probleme ditore që lidhen me menaxhimin e projekteve që me ambientin ose ujin ose ajrin e kështu me radhë. Pra më shumë janë të prirur të votojnë duke u nisur nga temat e nivelit kombëtar dhe më pak nga temat që lidhen me politikën e përditshme lokale, me menaxhimin faktikisht, jo me politikë, po me menaxhimin lokal të institucioneve të ndryshme. Dhe në këtë drejtim, përderisa ne merremi me tema nacionale më shumë, diaspora besoj që do të votojë ngjashëm siç ka votuar edhe në zgjedhjet e kaluara. Po, dhe cilat janë kërkesat kryesore të diasporës? A janë adresuar paktën në këtë mandatin e lëvizjes vetëvendosje, kur e përmendi që më shumë të lëvizja vetëvendosje ka marrë votat të diasporës? Po, në këtë mandat ka pas një qasje ndryshe, ka pas një qasje më gjithë përfshirëse karshi diasporës, edhe për shkak se votat e mërgatës kanë qenë në favor të lëvizjes vetëvendosje më shumë se sa të partive të tjera. Mirë po, nuk është se është bërë diçka në kuptimin strukturor. Edhe pse ka pasur iniciativa të ndryshme nga ana e institucioneve relevante, ne akoma nuk e kemi një strategji kombëtare për diasporën të aprovuar nga qeveria dhe nuk e kemi akoma një ligj për diasporën të aprovuar ose miratuar në Kuvendin e Kosovës. Dhe të dy këto dokumente janë jashtëzakonisht rëndësishme, të cilat e përcaktojnë qasjen e shtetit Kosovës karshi qytetarëve që i ka jashtë. Dhe përderisa nuk i kemi këto dy dokumente të aprovuara, nuk mund të flasim për ndryshim strukturor. Qasja ka ndryshu, është më pozitive, është më gjithë përfshirëse, mirë po nevojitet që të përcillet me ndryshime strukturore të cilat materializohen përmes këtyre dokumenteve të rëndësishme. Po, ndërkohë, çka tregojnë programet e partive? Është e përfshirë në këto programe një të qartë çështja e diasporës ajo? Unë shpresoj që të kemi fillimisht programet partive. Paktën ato që i kishim në shkurt, sepse nuk mund të dallojnë shumë për faktin se nuk patëm qeveri, apo jo? E vërtet, ato që i kishim në shkurt ishin shumë sipërfaqësore. Më shumë ishin një shprehje e dëshirave në raport me diasporën, se sa projekte konkrete ose programe konkrete të analizuara mirë. Dhe nuk mund të ketë një gjë shumë e rëndësishme të përmendet këtu. Nuk mund të ketë programe për diasporën pa diasporën. Nuk mund të hartohen programet për diasporën vetëm nga perspektiva e jonë këtu. Për të hartu programe përmbajtësore për diasporën, duhet përfshihen bashkëdhetarët në hartimin e tyre. Dhe asnjëra parti nuk e bëri këtë? Asnjëra parti nuk e ka bërë një gjë të tillë. Kanë bërë tubime të ndryshme në diasporë, disa kanë thënë që kanë qenë edhe konsultime për program. Mirë, por nëse i lexon ato programe, shihet që janë shumë sipërfaqësore edhe nuk i adresojnë faktikisht disa prej problematikave kryesore me cilat përballen bashkëdhetarët. Po, dhe kjo tregon një qasje serioze dhe një luftë vetëm për vota, apo jo tani? Unë e thash edhe në një deklarim tjetër që jo vetëm karshi diasporës, po edhe në Kosovë ne jemi shndruar në një demokraci elektorale, ku qëndrimet e partive politike, programet e tyre ndërtohen mbi atë që dëshiron ta dëgjojë opinioni publik dhe jo atë që duhet ta dëgjojë opinioni publik. Edhe karshi diasporës, ne faktikisht partitë politike shprehen me terma të ndryshëm për t'i pëlqyer më shumë veshit të bashkëdhetarëve se sa për t'i adresuar problemet reale me cilat ata përballen. Po, ndërkohë sa është e përmendur që nuk është shfrytzuar mjaftueshëm potenciali që ka diaspora për ta ndihmuar Kosovën përveç sektorit remitencave që vazhdon të jetë në rritje ndër vite. Jo, nuk është shfrytzuar, nga ana e institucioneve faktikisht nuk është shfrytzuar, sepse ka, domethënë, bizneset
janë duke përfituar jashtëzakonisht shumë nga diaspora jo në kuptimin e lidhjeve që po krijohen për ta në tregjet evropiane dhe botërore. Unë mund të marr vetëm dy shembuj, sektori i përpunimit të drurit dhe sektori i teknologjisë informative në 10 vitet e fundit i kanë më shumë se 10 fishuar eksportet. Dhe shumica e eksporteve nga këto dy sektor shkojnë në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vendet ku diaspora jonë është e koncentruar. Pra ne kemi krijuar pavetëdijshëm një treg të diasporës, ku shumë sektor, sidomos ato prodhues të Kosovës, shesin në masë jashtëzakonisht të madhe. Dhe kjo tregon që ka një potencial i cili po zhvillohet natyrshëm nga tregu edhe nga ekonomia, por nuk po përcillet mjaftueshëm nga ana e institucioneve. Pastaj ne kemi A kemi investitor të diasporës, është rritur ndër vite investimi diasporës? Është rritur jashtëzakonisht shumë, mirë, por nuk ka një qasje strategjike. Shumica e investimeve akoma janë në patundshmëri edhe prona. Pra shumica e mjeteve shkojnë në këtë sektor vetëm? Shumica e investimeve shkojnë në këtë sektor dhe nuk shkojnë si investim, po më shumë si depozit. Sepse ne jemi dëshmitar që shumica e banesave në Prishtinë janë të zbrasta. Pra, më shumë është depozitim i mjeteve të kursyera, se sa investim në këto prona për të shndruar ato pastaj në ndërmarrje ekonomike. Në anën tjetër kemi një brez të ri të diasporës, brezi i dytë, i cili është i rritur, i edukuar edhe i mirë integruar në shtetet më të rëndësishme të Europës edhe në Amerikën Veriore. Dhe ne nuk kemi programe konkrete për ta angazhu këtë brez. Ky ndoshta është brezi me potencialin më të madh që e kemi pas ndonjëherë si kom. Pra po flasim për të rinj, të mirë edukuar në shkollat më të mira perëndimore, të cilët jo vetëm që posedojnë aftësi të cilat na duhen neve në Kosovë, por përfaqësojnë gjithashtu një potencial i cili mund të ndihmojë neve për të depërtuar në qendrat të rëndësishme ndikimit ekonomik, social dhe politik. Ne sot kemi bashkëdhetarë të cilët punojnë në institucionet më të rëndësishme evropiane. Kemi, domethënë, këtë brezin e dy që është shumë mirë integruar në kompanitë më të mëdha evropiane dhe botërore. Dhe thoni mungon komunikimi me ta për ta shfrytzuar ndoshta potencialin e tyre, trurin e tyre për... Komunikimi ekziston, por është sporadik, nuk është i strukturuar siç duhet. Dhe prandaj unë i përmenda strategjinë kombëtare të diasporës, sepse ai dokument e përcakton faktikisht rolin e institucioneve të Kosovës karshi kategorive të ndryshme të diasporës. Dhe është një dokument që është i përgatitur, është një draft i finalizuar, por nuk është i aprovuar. Ka më shumë se një vit e gjysmë që pret për aprovim qeveri. Dhe ne duke pas parasysh që kemi pasur një vit të humbur për shkak të zgjedhjeve, ngecja vetëm është shtuar në këtë drejtim. Dhe çka tregon ky draft? Ku do duhet të orientoheshin ndoshta këto investimet e diasporës? Ai orienton si duhet apo në cili sektor do duhet kishte orientim të tyre? Fillimisht neve na duhet të angazhojmë këtë potencialin intelektual dhe njerëzor të diasporës, sepse pa angazhimin e potencialit intelektual është vështirë që të tërheqim pastaj edhe investime në kuptimin ekonomik dhe financiar. Dhe këto dokumente faktikisht e përcaktojnë qartë rolin e secilit institucion. Është një dokument që është cross-sektorial, nuk është vetëm mandati i Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës, por është mandat i gjithë qeverisë. Për shembull, Ministria e Tregtisë, Inovacionit dhe Ndërmarrësisë shumë lehtë mund të lidhet me rrjetet e bizneseve, shoqatat e bizneseve, asociacionet e bizneseve të shqiptarëve dhe kosovarëve jashtë vendit. Një informacion për shembull, vetëm në Gjermani janë diku mbi 25.000 biznese me pronar ose menaxher shqiptar. Dhe kjo në vete përbën një potencial të jashtëzakonshëm për prodhuesit e Kosovës. Nëse vetëm një produkt i Kosovës hyn në 10% të atyre bizneseve në Gjermani, nënkupton një rritje eksponenciale të prodhimit edhe të eksportit. Mirë po duhet që të lidhen gjitha këto pika në mënyrë që gjërat të funksionojnë siç duhet. Edhe në këtë drejtim, gjithashtu, sa i përket investimeve nga diaspora, ne kemi një sektor që është në rritje në vazhdimsi, që është sektori i teknologjisë, i cili një nga problemet kryesore e ka qasje në financa, ose investimet në këtë sektor. Dhe diaspora mund të luajë një rol të rëndësishëm duke ofru kapitalin e vetë financiar. Ka pas një nisë prej qeverisë me bonët e diasporës para disa viteve, dhe për vetëm një muaj informim, pa treguar konkretisht se ku do të shkojnë investimet, janë mbledhur diku mbi 10 milion euro.
vetëm për një muaj informim, edhe atë informim gjatë një periudhe të verës ku shumica nuk kanë... Pra një interesim i lartë, apo jo? është një tregues që po të ketë projekt konkret, ose të emetohen bonët e diasporës me një informim më të gjerë në kohë, edhe duke treguar se ku do të shkojnë ato mjete, në cilin sektor, unë mendoj që pas një problematik ne mund t'i mobilizojmë mbi 100 milion euro nga diaspora, por do të ketë një planifikim të duhur për ta bërë një gjë të tillë. Dhe nëse ky mobilizim i kapitalit financiar shkon, po them, në sektorin e teknologjisë, ndikimi mund të jetë shumë i madh pastaj edhe në punësim, edhe në eksport, edhe në shumë fusha të tjera. Po, dhe në fund Lirim, cilat janë lehtësirat për diasporën? A janë krijuar lehtësira, janë adresuar ato kërkesat që diaspora ndër vite i ka pasur për... Unë po i përmend disa prej tyre për ta kuptuar gjendjen e dim të gjithë. Kartoni i gjelbërt është një nga problemet e diskutuara tash 10 vite ndoshta, nuk është bërë asgjë në drejtim. Qeveria e ka bërë një zgjidhje ad hoc duke i pagu vetë policat e sigurimit në disa prej viteve. Mirë po nuk është zgjedhur në mënyrë strukturore, edhe pse aty ka probleme politike për ta zgjidhur një gjë të tillë, sepse ne nuk jemi antar si shteti organizatës së kartonit të gjelbërt dhe rrjedhimisht nuk mund të lirohemi nga ajo obligim, po ka zgjidhje të ndërmjetme, të cilat nuk janë trajtuar siç duhet. Elementi tjetër ose problematika tjetër është shërbimet konsullore administrative që i marrin. Është folë shumë për digitalizim, mirë po nuk është kriju akoma platforma i diaspora, sikurse është i Kosova, e cila do të ofronte të gjitha shërbimet për diasporën jashtë vendit. E Kosova ka qenë një ndihmëse e madhe, mirë po nevojitet më shumë se aq për bashkëdhetarët tanë të cilët janë jashtë vendit. Pastaj nuk ka organizim të mirëfillt komunitar. Qendrat kulturore kanë qenë një problematikave, ne i kemi pas 3 qendra kulturore, sot po thuaj se asnjëra prej tyre nuk është aktive. Dhe kjo? Qasja ka qenë... Për çfarë arsye nuk janë aktive këto? Nuk janë aktive sepse nuk mund të krijosh një qendër kulturore ta zëm në Suedi, duke dërgu një menaxher të qendrës nga Kosova atje. Menaxheri i qendrës kulturore në Suedi do të jenë vetë ata njerëz që jetojnë aty, domethënë bashkëdhetarët tanë. Dhe e njëjta qasje e mbivendosjes mekanizmave karshi diasporës ka dështu edhe më herët, edhe në qeverit para 2021-shit, sepse nuk është përfshirë diaspora në proces, por i është ofru diçka si mbivendosje pa u konsultu me të dhe prandaj një pjesë e madhe tyre kanë dështu. Problemi tjetër shumë i madh është mësimi i gjuhës jashtë vendit. Këtu edhe pse ka lëvizje kohëve të fundit, akoma nuk ka një zgjidhje se si do të organizohet mësimi plotësues i gjuhës shqipe për te aspektit vullnetar. Akoma fëmijët e diasporës e mësojnë gjuhën shqipe në bazë të organizimit vullnetar të arsimtarëve, mësuesve që kanë tash sa vite duke punu vullnetarisht. Pra nuk ka një organizim të strukturuar, edhe këtu nuk është bërë asgjë pothuajse në vitet e fundit dhe ka pas një mungesë edhe të koordinimit me Republikën e Shqipërisë, sepse kjo është një temë që na prek të gjithëve faktikisht. Gjuha shqipe është e njëjtë dhe diaspora shqiptare në këtë drejtim është një trup i vetëm dhe duhet ta marrë mësimin e gjuhës shqipe në të njëjtin format. Këtu ka pas mungesë të koordinimi me Shqipërinë, po ka pas edhe mungesë të ecjes përpara si agjendë ose si zgjidhje e kësaj problematike. Po, atëherë Lirim, falenderoj shumë që ishte sot u bëre. Faleminderit juve, kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe tani është bloku i lajmeve të botës.